Listat i dorëzuan. Të gjithë syt ka kandidatët, kush hyn, kush shndron jashtë dhe çfarësisht kanë sjellur këtë herë subjektet politike të vendit. Në krye të listës së kuqe është vendosur emri i Albin Kurtit, kryeministrit në detyrë. Pas tij vargje vi janë renditur të tjerët, emra të njohur, fytyra të reja dhe natyrisht surpriza. Andin Hoti duket se ka ndryshuar planet e zgjedhjeve. Dikur deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës tani kërkon votën e elektoratit të lëvizjes vetëvendosje. Ministrës së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë nuk po ja le shenja këtë akuzë e ngritur ndaj saj më 11 nëntor të këtij viti për rezervat shtetërore. Ajo do të garojë për deputete nga radhët e VV-s me numrin 21. Ardiana Matoshi ja ka mësuar ti sos këtë zgjedhje. Hallakama përmes Facebookut që ka përcjellur ditët e fundit me kryetarin e Skenderajt Samil Ushtakun nuk e ka ndalë për të kandiduar edhe për një mandat tjetër si deputete, ndonse rrallë hiç i dëgjohet zëri në Kuvendin e Kosovës. Ingujuari i Leposaviqit Lulzim Hetemi tashmë ka dalë në sipërfaqen e listës së vetëvendosjes duke garuar për deputet. Tingujt e saj melankolik ndoshta jo, por zëri i saj politik synon të jetë i pranishëm në kuvend, e Dona Lalloshi edhe kësaj here ja ka mësyer garës. Partia Demokratike e Kosovës ka surprizat e veta. Deputeti Visar Korenica nuk gjendet më në listën e VV-s, ai ka kaluar në PDK. Njëjt ka vepruar edhe Eman Rahmani, ndonse nuk arriti kurrë të siguroj votat e deputetit. Kjo nuk e dorëzoi artistin Genc Prelvukaj të kandidojë përsëri. Emri i Ismet Beqirit po, por i Agim Veliut nuk gjendet askund në listën e Lidhjes Demokratike të Kosovës. LDK-ja se vendosi fare në listë ish-ministrin e punëve të brendshme, e kjo si duket i erdhi befasi Veliut. Ndër emrat e rinj të partisë është Ferit Agani, neuropsikiatri që pritet të sjellë freski në politikë. Po ashtu edhe Uk Rugova, i biri ish presidentit Ibrahim Rugova, do të kandidojë për deputet nga radhët e LDK-s. Gecët e Laushës ja mësyen përsëri Kuvendit të Kosovës. Në vend të mbesës Marigonës tashmë do të kandidojë Axha Fadil Geci. Nga shtëpia më e madhe në Kosovë, ajo e Big Brotherit, tashmë në atë të Kuvendit kandidon Lumbardh Saliu, ndonse çmimin e madh të Bigut e fitoi, por nuk arriti të fitojë edhe zgjedhjet e kaluara. Pavarësisht kësaj, ai nuk e ka ndalur ambicjen. Ardian Kastrati nuk gjendet në listën e PDK-s, por këtë herë garon me një parti tjetër. Ai u bashkua së fundmi AK-s Ramush Haradinaj.